në spal për të evituar këtë zgjedhje, për të gjetur një personalitet që do të unifikonte popullin, që do të ishte presidenti pranueshëm për të gjithë, dhe po na çojnë drejt zgjedhjeve të reja, pra zgjedhjeve të 7 qershorit, që unë me gjithat jam shumë skeptik dhe nuk besoj që këto zgjedhje do t'jenë edhe zgjidhja e problemit. I kam dyshimet e mia se zgjedhjet e reja Kosova do t'ketë sërish edhe një herë në gjatë këtij viti, pra dikur në vjeshtën e vonë. Pra që do të kemi sërish zgjedhjen. Po pra në posta asaj. Pra i pa shpresë në atë që 7 qershori mund të sjellë zgjedhje. Definitivisht po, se është parë që prap janë të njëjtat subjekte, prap janë të njëjtit lider, të cilët e kishin të krijuar qeverinë, kishin institucionet e formuara, mungon të vetëm emri presidenti dhe nuk arritën të gjejnë rrugën për të ardhurit e një emër që do të ishte i pranuar për të gjithë dhe do të anashkalohej shkuarja në zgjedhje, dhe thua se sikur të gjithë ishin të gatshëm për